dje u zhvillua mbledhja e Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve për të diskutuar për kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Ballukut. Por mazhoranca u shpreh se mjafton pezullimi për momentin. Sa e drejtë është kjo dhe a mendoni ju se edhe SPAK-u mund të korruptohet? Lidhur me këtë pretendim të mazhorancës, së pari është një pretendim i cili bie në kundërshtim me ato parimet të cilat kjo mazhorancë ka propaganduar gjatë gjithë qeverisjes, duke filluar nga viti 2013 dhe në vijim, sidomos edhe pas miratimit paketës së reformës së drejtësi, ku kemi rastin e parë të zotit Tahiri, për cilin kryeministri Rama u zotuaj që drejtësia duhet bëj punën e vet dhe ka ndjekur një standard që besoj ka qenë standardi i dur, i cili është i bazuar edhe në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, por edhe në kodin e procedurës penale, ku zyrtarët e nivelit lartë, deputetët, ministrat duhet kenë të njëjtin trajtim nga ana e drejtësisë, ashtu sikurse qytetarët e thjeshtë. Përdorimi i imunitetit apo i alibis që njëherë pezullimi nuk lejohej dhe pastaj tashmë del me argumentin që mjafton vetëm pezullimi, kjo është një alibi që po përdor mazhoranca për të shtytur mosmiratimin e kërkesës së prokurorisë për sa i përket autorizimit lidhur me masën shtrënguese për zonjën Balluku. Ky është një rast i paprecedent për cilën duhet ketë një reagim edhe të qytetarëve, sepse këtu jemi përpara faktit që ne nuk trajtohemi të barabartë përpara ligjit, mjafton një zyrtar i lartë që të shpërdorojë detyrën ose qoftë edhe të akuzohet për vjedhje qindra milion eurosh për cilat i ka shkaktuar buxheti i shtetit, por edhe për rrugë të cilat nuk janë të standardeve të dura dhe po të krahasojmë një qytetar i cili mund të bëjë një vjedhje për shkak të pasojave ekonomike të cilat ai ka, që do të thotë nuk i del paga për të ushqyer familjen e vet, është i papunë dhe është i detyruar për të mbijetuar, apo qoftë edhe vepra tjera penale, siç ka qenë ajo e lidhjes së palishme të energjisë elektrike, të ujit pishëm, dhe këto janë bërë për shkak sepse realisht nuk ka qenë mbështetja e shtetit për familjen në nevojë apo familje të cilat nuk kanë pasur mundësi ekonomike, dhe qasja e asaj mazhorance ka qenë që qytetarët duhet të shkojnë në burg, se nuk kanë lekë për paguar këto mallra të konsumit, të cilat janë jetike për të jetuar dhe për të bërë një jetesë normale. Pra jemi në kundërshtim me atë parimet cila ka propaganduar kjo qeverisje, kjo mazhorancë dhe besoj kjo është një ktesë e madhe për cilën të gjithë ne duhet të reagojmë. Së pari si qytetar, pastaj edhe parti politike apo ato të cilat janë realisht parti që mbron interesat e qytetarëve, interesat e popullit dhe mbi të gjitha interesat e ligjshme dhe ligjore. Kështu që unë shpresoj që të kemi një reagim edhe nga faktori ndërkombëtar, sidomos nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian lidhur me këtë çmenduri që po përpiqet të bëjë kjo mazhorancë. Si po e mbron mazhoranca Ballukun? Atë e di vetëm kjo mazhorancë, së pari mund të jetë fakti që zonja Balluku mundet të shantazhojë kryeministrin dhe mund të jetë një alternativë e mundshme. Së dyti mund të jetë fakti që aty ka prova të cilat mund të implikojnë kryeministrin direkt lidhur me ndërhyrjen apo me korrupsionin që mundet të ketë zhvilluar kjo ministri, dhe së treti ndoshta nëse vendoset një standard i tillë, atëherë i bie që shumë shpejt SPAK-u mund të kërkojë në kuvend të heqjen e imunitetit të kryeministrit. Kështu që nga njëra anë kryeministri thoshte që ne jemi dakord nëse mazhoranca do të shkojë në kuvend për të kërkuar heqjen e imunitetit të zonjës Balluku dhe nuk kemi asnjë lloj pretendimi, por nuk duhet të shkojë në gjykatën kushtetuese për kërkuar, por nuk duhet të shkojë të kërkojë pezullimin, ndërkohë që del në kontradikt pas 2 muajsh me atë që ka thënë vetë. Kështu që është një situatë shumë e rëndë dhe shumë e vështirë për cilët duhet ketë një reagim qoftë nga media, nga shoqëria civile apo nga qytetarët, sepse është kulmi në të cilën ka ardhur pabarazia dhe mos trajtimi i barabartë i qytetarëve përpara ligjit. Prokurorët u shprehën gjithashtu se disa të fortë po mbronin Ballukun dhe ishin duke kërcënuar të gjithë personat që shpreheshin kundër saj. Kush mendoni ju se mund të jenë këta të fortë, le të themi?
Tani për sa i përket kësaj pretendimi, nëse është i vërtet nga organi i akuzës, mendoj që organi i akuzës nuk duhet që ta shprehte këtë fakt, sepse nëse ata kanë prova, të cilët ta bëjnë intimidim në emër dhe për llogari të zonjës Balluku, gjëja më e pakët që mund të bëjë kjo prokuroria e posaçme është që të bëjë arrestimin në flagrancë të këtyre të fortëve të cilët shantazhojnë apo kërcënojnë në emër dhe për llogari të zonjës Balluku. Pra është e pafalshme nëse ata e kanë kërkuar apo kanë argumentuar një fakt të tillë, ku besoj që menjëherë ata duhet kishin bërë ndalimin dhe arrestimin në flagrancë të këtyre personave të cilët mund të pretendohet se kanë shantazhuar. Por mjafton edhe argumenti që këto prova, aq sa kemi pasur ne mundësi që të marrim nëpërmjet medias janë të vërteta, por edhe dënimi për cilën dyshohet se që ka kryer zonja Balluku mjafton për të marrë autorizimin dhe për të hequr mandatin. Kështu që ka qenë një praktikë e konsoliduar shumë mirë deri në këto momente që ka ndjekur kuvendin, ndërkohë që i vetmi ngërsh ka ngelur në situatën aktuale me zonjën Balluku. Një standard i dyfisht, i cili nuk është në asnjë nga sistemet qeverisëse, pra duke filluar nga viti 92 edhe te nuk ka ndodhur, ku deputetët nuk janë bërë asnjëherë mburoj përpara organit të akuzës. Ai më tepër që tashmë ne kemi një prokurori e cila është e pavarur, pra nuk kemi një varësi siç ka qenë prokuroria e mëparshme e cila mund të përdore edhe politikisht, po kjo vlen për antarët e opozitës apo për deputetët përfaqësues cilët janë të opozitës, dhe aty mund të përdoret politikisht, por ne këtu kemi një rast i cili ka të bëjë me një antar të kabinetit qeverisës për të cilin prokuroria kërkon heqjen e mandatit. Asnjë zyrtar apo ministër nuk duhet që ta përdori petkun e zyrtarit apo petkun e imunitetit për të shpëtuar lidhur me shpërdorimin që mund të ketë bërë me besimin e qytetarëve apo me besimin e detyrës për cilën e ngarkon ligji. Deri tani gjitha krimet e konstatuara në emrin e Ballukut shkojnë deri në 35 vite burg. Mendoni ju se do të realizohet kjo? Këto janë në kuadrin e akuzave, që do të thotë nuk është e thënë që akuzat cilat ngre prokuroria e posaçme, këto akuza do të miratoj apo do të marri dhe gjykata. Nuk është çështja tek kërkesa lidhur me akuzat nëse ajo do të dënohet apo jo, ajo deri në këto momente konsiderohet e pafajshme, por që të vijë në dispozicion dhe të jepet mundësi që të jetohet e barabartë me gjithë qytetarët e tjerë, duhet që ajo vetë të largohet, të jepte dorëheqjen ose shkarkoj nga kryeministri, nga Këshilli i Ministrave, të jepej autorizimi për të jetuar në mënyrë të drejtë dhe të barabartë si gjithë qytetarët. Nuk është çështja që ne këtu po i bëjmë një gjyq publik, që do të thotë ajo do të marrë një dënim penal, sepse mund ndodhi që të jetë edhe e pafajshme, pra ne nuk e kemi qoftagrin ligjor për të bërë gjyqin apo për të folur rreth fajësisë apo pafajësisë së saj, por ne mund të kemi të drejtën morale për të cilën ne duam që këta zyrtarë të nivelit lartë të trajtohen në mënyrë të barabartë si gjithë qytetarët e tjerë, të cilët mundet për një arsye apo për një tjetër, por shumica e qytetarëve këtu janë në burg kot për gjëra shumë minimale, për gjëra etike, të cilat shteti nuk ja garanton, dhe që në një vend të zhvilluar të Bashkimit Evropian, askush nuk mund fusi në burg nëse shteti nuk kryen detyrat e tij themelore në mënyrë që të trajtojë familjet në nevojë dhe qytetarët e thjeshtë. Kështu që përsa i përket teknikaliteteve lidhur me dënimit, aty për disa akuza mund mos provohet fajësia, edhe pse ajo mund ta ketë kryer si vepër penale, por nuk ka pasur mundësi që të firmosi për gjitha tenderimet, mundet ketë bërë presion dhe urdhrimin të varësve të vetë, kështu që i mbetet organit të akuzës që të jetojë lidhur me këtë çështje, por edhe gjykatës e cila do të japi vendimin. Këtu jemi përpara një fakti shumë të rëndësishëm, përpara mos dhënies së autorizimit nga ana e kuvendit lidhur me hetimin të një zyrtari të nivelit lartë. Kjo është problem për të gjithë ne,
të cilët përballemi me ligjin çdo ditë, jemi në gjykata për zvarritje të administratës, e cila nuk bën detyrën dhe është në gjendje më kritike, në të cilën ka ndodhur ndonjëherë administrata shqiptare, ku ka njerëz pa përgjegjshëm të cilët marrin rrogën kot, njerëz të cilët nuk kryejnë detyrën, njerëz që i sorollasin pensionistët lidhur me njohjen e viteve të punës apo lidhur me masën e dëmshpërimit për pensionet e tyre, këto biles SPAK-u duhet merret edhe me këto çështje, jo vetëm me nivelin e lartë, por edhe me nivelin e ulët, sepse këtu zvarritja është bërë në sistem, nga niveli më i ulët deri në nivelin më të lartë. Qeveria është duke bërë disa ndryshime në ligjin për mbrojtjen e ministrave dhe kryeministrit. Çfarë mendoni ju se Trëm Ramën? Kjo është një ndryshim i cili është propozuar dhe ndryshimi erdhi për faktin sepse kryeministri u gjeti pa përgatitur nga kjo masë ndaluese e cila ja jep prokurorisë posaçme, por edhe prokurorisë nivelit tjetër që të kërkoj pezullimin nga detyra të një zyrtari dhe këtu përjashtohen vetëm antarët e kuvendit, të zgjedhurit lokal apo të zgjedhurit e Këshillit Bashkiak, të cilët nuk mundet pezullohen dhe në referim të neni 242 të Kodit Procedurës Penale, dhe kur vjen puna që i erdhi prokuroria për zvendësen e vet, aty u kujtua për të bërë ndryshime ligjore, që të ishim në një vend tjetër, Bashkimet Evropian. Kujtoj këtu rastin e Rumanisë apo të Bullgarisë, ku kemi pasur tentativë për të ndryshuar paketën e reformës së drejtësisë, tentativë për të miratuar një amnisti lidhur me zyrtarët e nivelit lartë, cilët kishin kryer korrupsion, dhe aty qytetarët dolën në protesta ku protestuan kundër tyre ndryshimeve ligjore. Ndërkohë që këtu qytetarët ende nuk e kanë kuptuar që çfarë do të jenë këto ndryshime. Qytetarët duhet ta kuptojnë që partitë politike, sidomos ato të cilat janë në kuvend, ato kanë hallet e tyre personale, pra nuk kemi një opozitë reale nga njëra anë që të mbrojë interesat e qytetarëve, kështu që e vetmja rrugë është që të reagojnë të paktën ata të cilët janë profesionistë të ligjit, këto organizatat jo fitimprurse të cilat kanë qëllim mbrojtjen e drejtave dhe lirive themelore të njeriu, dhe kam shumë shpresë dhe besim që edhe nga faktori ndërkombëtar, sidomos Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, sepse nëse do kemi këto ndryrje, ne do kemi një imunitet të paprekshëm të zyrtarëve të nivelit lartë, cilët mund të abuzojnë. Nuk ka rëndësi se sa mund të jetë vlera e abuzimit, mund të abuzoj pa asnjë pikë, le të themi, logjike, qoftë njerëzore, por edhe ligjore, dhe nuk mbajnë asnjë përgjegjësi. Ndërkohë që qytetarët cilët kryejnë një vepër penale apo një kundërvajtje penale për mbijetesë, ata do të shkojnë në burg dhe do të mbajnë përgjegjësi penale apo ligjore. A e rrezikon Balluku Ramën dhe a duhet ishte marrë në pyetje Rama nga SPAK-u? Patjetër që për këto çështje të cilat janë objekt gjykimi, patjetër që duhet që kryeministri të merret në pyetje nga organi e akuzës, sepse në asnjë nga këto çështje për të cilat ministrat e tij, bashkëpunëtorët e tij më të afërt nuk është marrë asnjëherë në pyetje, nuk si person të paktën i cili ka dieni, qoftë edhe varësi në anën në rrugën administrative, ku ndërkohë që të gjithë të tjerët janë pyetur dhe vetëm kryeministri nuk është pyetur. Pra edhe këtu kemi një pabarazi nga organi i procedurës, sidomos prokuroria e posaçme, e cila po merret me këto hetime në mënyrë që të hetojë në mënyrë të gjithëtanshme dhe në mënyrë të thelluar për të gjitha këto çështje të cilat janë objekt hetimi. Dhe nëse ne i referohemi qoftë Kodit Procedurës Penale, qoftë edhe vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, dhe këtu kam parasysh dy raste, pra kemi rastin Gërdeci dhe rastin e 21 janarit, ku vendimarrjet e këtyre gjykatave kanë qenë që duhet të hetojnë të ketë një hetim të gjithanshëm deri tek niveli më i lartë ekzekutiv, që do të thotë duhet që edhe kryeministri të ketë një hetim të plot lidhur me këto çështje, sepse këta kanë qenë antar të kabinetit, vendimet e Këshillit të Ministrave kanë qenë kolegjiale, ka qenë një drejtues i cili ka drejtuar ekipin, dhe për më tepër që kanë qenë bashkëpunëtorë më të afërt të zotit Rama. Kështu që këto standarde të dy fishat të organit procedurës ose mund të jenë për shkak të një lloj, le të themi, pafuqie
qoftë ligjore, por qoftë edhe praktike, që asnjëherë nuk ka ndodhur që kryeministri në detyrë të shkojë të merret në hetim dhe të merret në pyetje, ose ndoshta presin momente apo zhvillime të tjera për të cilat mund të shkojë edhe tek zoti Rama. Në të gjitha vendet e tjera të Europës, nëse një pjesëtar i kabinetit të ministrave do të akuzojë për të tilla çështje, menjëherë natyrshëm do të jepte dorëheqjen. Pse nuk ndodh kjo këtu te ne? Është e vërtet një konstatim shumë i drejtë. Kjo deri dje ka ndodhur, që do të thotë edhe pse ne kemi pasur drejtues cilët kanë drejtuar keq apo kanë marrë paktën në drejtimin e tyre të dikastereve kanë qenë nuk kanë performuar mirë, ne kemi pasur një standard tjetër, që do thotë ka pasur skandale për të cilat në qeveritë e mëparshme kanë ndodhur dhe kanë dhënë dorëheqjen, janë dorëzuar përpara organit të akuzës lidhur me hetimin, pra në mënyrë që organi i akuzës mos të ishte të paktën qoftë edhe për sa i përket imunitetit, por edhe anës formale të një presioni që mund të kishte organi i akuzës lidhur me pasjen në detyrë apo hetimin e një zyrtari të nivelit të lartë. U kam parasysh, kemi pasur hetimin e zotit Luan Rama, ku ka pasur një konflikt me gazetarin Ilir Babaramo në vitin 2003, ai thjesht ka qenë një konflikt fizik. Më pas kemi, i cili ka dhënë dorëheqjen, kemi pasur ministrat cilët kanë dhënë dorëheqjen në kabinetin e zotit Rama, në kabinetin e zotit Nano, në kabinetin e zotit Meta, ka qenë vetë zoti Meta i cili ka dhënë dorëheqjen kur doli videoja me ish bashkëpunëtorin e tij Dritan Priti, kështu që kemi pasur edhe zotin Ilir Rusmaili, i cili vetë ka dhënë dorëheqjen lidhur me një skandal që ka pasur vllai vet, pra kemi pasur një traditë mirë keq, po e cila tregonte në pamje të parë një imazh pozitiv për sa i përket anës formale të dorëheqjeve dhe të një reagimi publik. Edhe me qeverisjen e zotit Rama, një standard i tillë është vendosur, që do të thotë zoti Rama ose i ka sharkuar vetë ose kanë dhënë dorëheqjen, ndërsa për sa i përket këtij rasti, ky është rasti i cili është i paprecedent. Pra, një rast pas 35 viteve demokraci të pretendojmë, një vend i cili pretendon që është shumë afër antarësimit në Bashkimin Evropian dhe të shkojë në këtë nivel ku një zyrtar i cili dyshohet se ka kryer të paktën 9 vepra penale të nivelit lartë, kjo është çmenduri dhe është një regres shumë i madh i cili do të ketë një penalitet shumë të madh edhe nga faktori ndërkombëtar, sidomos nga Bashkimi Evropian për sa i përket integrimit në këto struktura. Po për sa i përket protestave të fundit që ka zhvilluar PD-ja, mendoni se do sjellë ndonjë ndryshim? Tani çdo protestë është një drejtë qytetare, një drejtë kushtetuese. Mendoj që protestat ndikojnë pozitivisht për sa i përket demokracisë, pse kush i organizon këto protesta, qytetarët duhet të bëjnë dallimin, sepse këtu kemi një kasë tjetër politike e cila është provuar, pra në gjithë qeverisjen 8 vjeçare, paktën 2005-2013, kemi të njëjtat figura të cilat janë provuar ndër vite. Këto i ngelet qytetarëve që kur të vi shansi, mënyra për të votuar dhe për të reaguar, unë nuk shikoj ndonjë shpresë për sa i përket një alternative tjetër, por që protestat në vetvete janë pozitive. Se sa të sinqerta janë këto protesta, a ka bashkëpunim mes mazhorancës dhe opozitës parlamentare, to ngelen për të parë, sepse po ta shikojmë edhe këto alternime janë në kuadrin e një bashkëpunimi underground që mund të kenë këto dy forca politike. Kështu që besoj që në thelb apo në vijat përgjithshme protestat janë të shëndetshme, por unë më tepër besoj që protestat cilat vijnë nga qytetarët e thjeshtë, cilët nuk kanë lidhje politike, për çështje të cilat ne na shqetësojnë çdo ditë, janë protestat të cilat e drithërojnë qeverisjen, e bëjnë atë më të përgjegjshme lidhur me qeverisjen e vet apo me vendimarrjet e tyre, sesa protestat të cilat thirren për interesa politik apo për interesa personale. Nëse ne do të arrijmë që dalim mbi nivelin e partive politike, në mënyrë që mos përdoremi për kauza të cilat në pamje të parë duket që na takojnë apo janë përgjithshme, do të jetë më e shëndetshme për demokracinë, po do të jetë më e shëndetshme edhe për qytetarët, të cilët kanë interesat e tyre të përbashkëta larg bindjeve politike apo tifozllëkut politik. Faleminderit. Faleminderit.